Sonte do të thonë është loja historike ku shpresojmë një fitore. Jemi të shku për momentin drejt sheshit, drejt piramidës, me taku sa ma shumë fonca, me taku sa ma shumë shqiptar, me taku sa ma shumë gjakt kuq, edhe me pas se çka kena me bo sonte, çka janë pritshmëritë tona, çka janë kërkesat tona për lejtarve, edhe sa shqiptar të përkrahin kombëtarën tonë. Tash sa vjet se Shedrenicën, tash sa vjet, tash sa vjet dhe Mitrovicën, tash sa vjet. Okej, jena këtu te sheshi Talisa afër piramidës me Dionisin edhe Eldinin. jena për momentin me një atmosferë fantastike, kuqezi, gjaki kuq sa s'dush. Shko ndreshe gojen, qara vesh një dresit. Me njerë që kanë dalë me festu ma shumë se 20.000 persona pram, kufini na kanë thonë, kufitari që kanë ardhë prej Shqipnije, prej Kosove, prej Macedonije në Shqipni. Edhe tash kadal për shofim se të shosh energjia për pysin njerë se çka janë pritshmëritë. Po do këtë që është shumë atmosferë në nxehtë dhe ka mu ka një lojë shumë flak. Përshëndetje. Përshëndetje, Jemi këtu me Gazmirin, me Gazin. Gazmirin. Gazmirin fancin flak të kombëtarës? O, që prej vitesh unë jetoj në Francë, kam ardhur nga Franca vetëm për të parë ndeshjen e sot me Shqipëri-Serbi për botrorin 2026. Dhe kështu që të gjithë kombi do të mobilizohet si Kosova, si Shqipëria, si Si Macedonia, si Malizi. si Malizi, gjithë këta, dhe me thonë, të gjithë bashkë, dhe me thonë, kundra Serbisë sonte. Jemi një sonte kundra Serbisë. Gjithmonë kemi qenë një, po sonte jemi bashkuar për ta festuar fitores bashku, deri në mëngjes. Fiks. Çka janë pritshmëritë tua sonte? Fitojmë. Po 5-0, si që tha dhe e Serbisë. Është entuziazëm i zjarrt është, po akoma s'ka filluar pasi siç e dini, biletet janë shitur me 1.500 euro, me 2.000 euro vendi, domethënë dhe atmosfera ka filluar që prej një jave, po sonte domethënë jemi në maksimum dhe jemi të lodhur, domethënë jemi raskatur. Kërkesa është e lartë. Kush pret sonte të bëj golat? Po Bajrami, Seferi, Laçi, Asani, Ramadani, këta. Shumë gola presim sonte. Po, gjithë bëjnë gola. Pritshmëritë e larta. Por do ketë ashtu gola, nga ana atyre domethënë që Po, besoj që Pavlović shënon një autogol. Okej, edhe një pyetje. Po. Po gatuni ka shpia po bleni. Lejtari yt i preferuar i kombëtarës. Po, Në i gjithë rakorave. Seferi, gjithmonë. Seferi? Seferi. Taolan Seferi, të përshëndesim Seferi. Faleminderit. Faleminderit shumë Gazmir. Turojmë gjithë të mirat. Ju falenderoj për respektin që na respektoni, respekt dhe paqe gjithmonë. Këtu e na qëta është me tifozat kuqezi, që është hera e parë që mungojnë në ndeshjen e Shqipnisë, për çka që politike me shumë gjasa. Kena me aty mrena dhe me pasu që shë atmosfera, çka bojnë djelmoshët për kombëtarën edhe kur so prezenca atyre këtu. Ka mu vret pram. Let's go. Sa fitojmë sonte? Besoj me 2-0. 2-0, kush jep gollat? Mendoj që Asani një dhe një të shohim do një mbrojtës. Sigurisht Asani të Ramadani, po. Asani dhe Ramadani. I ain't alive. Serbi. Kjo pis për 3 gola, ta shofa bedini kur janë shënu ato gola, a ban? Ja u tregoj golin, ju e gjeni kur është shënu ki gol edhe kundër kujt. Këta kam njëshën. Kjo është goli i parë. Sadiku në Europian. Hajde tjetër. Normal. Tjetra. Adriana Lia.
treta, e fundit. E ka të garantuar. E letë është kjo. E ka të garantuar. Daku! Bajrami! Përbak! Ju shuam dum. 3-0. Për kan? Shqipërinë. Kush jep gollat? Broja. 3-3 Tutëria. Broja! Hajde! Fislobak, hajde! Jeni këtu me do fonca zjartë. Kena me pyet për gollat që janë ndonë ndër vite me Shqipërinë. Kjo është goli i parë. Kjo është me Rumanian. Armando Sadiku me Romani. Bravo. Sak, e para e sak. Shkojmë me 2. Ha, goli i parë. 2004. Aliaj, bravo, 2-4. Hajde! Mora qarkun, me i dhur fjall. Me i dhur fjall, bash legendari. E funda, Djema, e funda. Kurgalis, me Italin. Goli, kush jep? Bajrami, Bajrami, sak. Edhe një pyetje. A fitojmë sonte? Patjetër 0. Sa? 3. Kush jep golat? Broja 2 edhe Isaj. Broja dhe Isa. Hajde! Përshëndetje, jemi me Marianica Idhin nga Tetova. Tetova. Tetova e madhe. Tetova. Ka të mësonte. Bajrami janë as barcyrën. As Bajrami, as Serbia, veç Shqipnia. Shaku jarë brit purave u vlon në dej. Kush po i prine balnja ti karvani, nga Drenica veta hirgashani. Moj Shqipënina në loke ty qofsha fal, m'ka quet babna sufi dy pusht me i marë. Jemi këtu me drejtorin e kombëtarës Mirlin Daku, i cili ka shkëlqyer disa herë kombëtarën tonë, edhe sa herë që futet në lojë e jep një lloj energjie, një lloj fuqie, një lloj entuziazmi që rrallë shet e sulmos. Kisha dashur me ditë te kombëtarja, kush është personi që gjithmonë e kitu ndëgjë muzikë ose të luajë rolin e DJ. DJ e mune vetë. Qa është të farë muzike? Loj, barët. Shqepa, Ja, shqip. Kush është lojtari që vënohet më shumë ti në banjë? Banjo. Na jemi gjithë jemi vetëm në përdojnë. Po më në kështu pas deshës, edhe? Pas deshës. Kush është kjo që vonohet? Përveç deshës, sot je vënuar. A jam vënuar se në intervista me gjona. Po, kush është pak ma i zonë me të intervista me të sanet, është pak ma vënuar të pashë. Okej, kush është lojtari me stilin më interesant të veshjes? Veshjes. Po na këto këtë njëtje. Po që ta të që një veshë njëtë? Jo, kështu, kur dini. Kush më qëmë më shumë? Hysaj. Hysaj, italiana. A kush është lojtari që ja qesh një veshje? Këto në se di. Politikisht i drejtë. Qohen malet hëna fledi ku për tej, shaku jarë brit purave u vlon në dej. Kush po i prine balnja ti karvani.